Sa prej jush ju pëlqejnë turshit? Lakra turshi jo vetëm që është një super ushqim, por pasuron aparatin tretës me probiotik të dobishëm dhe ndihmon me balancimin e florës bakteriale, nëse përgatitet ashtu siç duhet. Kjo lloj lakre është një në lakrat më të mira për të përgatitur turshi. Dhe mënyra se si unë e kam përgatitur është ajo më e shëndetshmja dhe natyrale. Fillimisht do presim lakrën, selinon, karrotat dhe pasi t'i kemi gati, do t'i vendosim në një enë të bollshme në shtresa. Në çdo shtresë do shtojmë rreth një lugë krip. Kripa që do përdorim duhet jetë me patjetër krip deti e papërpunuar ose krip e zezë, sepse kjo është kripa më e mirë për të përgatitur turshi dhe për t'i dhënë turshis të gjitha mineralet e duhura. Shpeshherë nëpër video të ndryshme kur përgatis turshi më pyesni se ku e marr kripën e detit. Këtu ku jemi ne në fakt nuk është e lehtë për të gjetur krip detit të papërpunuar, kështu që unë e porosis gjithmonë nga Shqipëria. Pas 24 orëve, siç e shikoni, turshia ka lëshuar lëngun e vet dhe këtë lëng do ta ruajmë për përgatitjen e turshis më vonë. Vazot që do përdorim duhet të jenë me patjetër të sterilizuara. Në vazo shtojmë gjethet afine, piper të zi dhe të gjithë përbërësit që kemi përgatitur më parë, duke i renditur mirë dhe duke i ngjeshur me dorë. Kur vazot jenë mbushur ashtu siç duhet, në të do shtojmë lëngun e kulluar më parë duke e ndarë atë në mënyrë të barabartë në të dyja vazot, kurse pjesën tjetër të lëngut të turshis e plotësojmë me ujë të zier që e kemi zier më parë dhe e kemi lënë të ftohet. Në fund fare i shtojmë një lugë krip dhe vazot i kthejmë përmbys. Kjo bëhet me qëllim që të dyja lëngjet e shtuara më para dhe kripa të trazohen mirë bashkë. Do t'i lëmë ashtu 5 deri në 7 minuta dhe më pas i vendosim në një vend të freskët dhe të errët. Pas një muaji, turshin e kemi gati për ta shijuar sipas dëshirës. Një lugë turshi është si një dozë me probiotik natyral. Uroj dhe shpresoj që ta provoni dhe ta shijoni këtë recetë.